Rezultatet nga testimi I gjuhës angleze që të shtunën për të 7 vit me radh u organizuar në Kolegjin Yahya Kemal. Flasin se vendi I parë I ka takuar nxënësit Nenad Trajanovski nga Shkolla Fillore Bashkimi në Gostivar. Në Kolegjin Yahya Kemal në Gostivar të shtunën për të 7 vit me radh u organizuan gara nga lënde anglishtes për nxënësit e klasave të 9 të shkollave fillore të komunave Gostivar, Vrapçisht dhe Mavrove Rostush. Gjemil Alnan, profesori anglishtes si dhe zëvendës drejtorë në këtë shkollë, njofton se në testin e parë morën pjesë 146 nxënës. 25 nxënësit e parë do të shkojnë në testin e dytë të dëgjimit, ndërsa 12 vendet e para kanë fituar bursat për studim. Alnan njofton se gjatë kësaj gare të testimit të njohurive, vendin e parë ka marrë nxënësi Nenad Trajanovski nga Shkolla Fillore Bashkimi në Gostivar, I cili krahas zbritjes prej 90% apo në vlerë materiale 2.000 euro, ka fituar edhe shpërblim prej 5.000 denar. Vendi I dytë I është ndarë nxënësit Ilija Liçkovski nga Shkolla Fillore Goce Delçev Gostivar, I cili po ashtu do të shkollohet me 90% lirim dhe ka marrë shpërblim në vlerë prej 4.000 denar, ndërsa sipas pikëve të fituara, vendi I tretë ka takuar nxënëses së Shkollës Fillore Bashkimi Aleksandra Markovska, e cila krahas mjeteve financiare në vlerë prej 3.000 denar, ka fituar edhe lirim gjatë shkollimit deri më 70% apo 1.560 euro. Përqindje lirimi gjatë shkollimit kanë fituar gjithsej 15 nxënësit e parë të ranguar në listë. Ndërkaq 12 nxënësit e parë do të fitojnë të drejtën të regjistrohen drejt për së drejti në Kolegjin Yahya Kemal pa I nënshtruar provimit pranues, ndërsa do të fitojnë edhe bursa për shkollim. Kurse nxënësit që janë radhitur nga I 13 deri tek I 25 do të fitojnë vetëm të drejtën e regjistrimit në këtë kolegj pa I nënshtruar provimit pranues.